Atëherë sot është një ditë e trisht për ne këtu në Malësi të Madhe dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot varoset në Amerikë Ndua Bacaj, njëri ndër intelektualet më të njohur të trevës Malësisë, publicist, historian, njeri i fjalës, njeri i veprës, njeri që ka lënë emër në treven e Malësisë, me qarkun i Shkodrës në gjithë Shqipërinë me veprat dhe krijimtarinë e tij letrare. Padyshim që sot ka dy fjalë kryetari i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Malësisë së Madhe, zoti Kadri Gujkaj. Është një vdekje që ka trondit botën e artit këtu në Malësi të Madhe dhe gjithë banorët e trevës. Si e përjetoni këto momente? Padyshim është një moment mjaft i dhimbshëm dhe mjaft nostalgjik, sepse sot po ndahet nga ne fizikisht përgjithmonë Ndua Bacaj, njëri ndër studiuesit, intelektualit, bashkëpunëtorët, gazetarët, autor i mjaft librave, me tematikë kryesisht në Malësia e Madhe, antari i shoqatës shqiptare të artistëve Malësia e Madhe në Republikë, një djalë që është nderuar me njohje nga në prefektura e Malësisë së Madhe, siç është nderuar nga Bashkia e Malësisë së Madhe me statin qytetar neri, dhe ka lënë gjurmët e veta të bashkëpunimit në fushën e gazetarisë, ka lënë një varg veprash që janë të këndshme, të pasura, me ulëtime, me referenca serioze, dhe unë kam patur fatin ta gjejmë edhe në shumë bashkëpunime brenda dhe Eltanit, si koleg pra në media televizive, ku kemi përsjell opinionin tonë, menimin tonë, debatet rreth krijimtarisë reciproke, por edhe rreth problemeve sociale, karakteri politik, social, shoqëror e më radhë. Ndua Bacaj mbetet një figurë që do të kujtohet gjatë si një zaj i veçantë në Malësinë e Madhe. Një djalë i thjeshtë, një njeri i sinqert, një familjar i mrekullueshëm, një prind i kujdesshëm, një dashnor i fjalës, një punëtor i palodhur me fjalën, me tekstin, me hullumtimin, një njeri që gjithmonë e gjen nga dëshmëri në solidaritet për të ndihmuar të tjerët, punoi mjaft mirë për disa kohë si sekretari i Bashkisë Malësie Madhe, ka punu edhe pranë në prefektit Malësisë Madhe, por në këtë pozicion, dhe kudo Noja ka lënë gjurmë të mira, ka lënë respekt dhe ka manifestu atë sjellje civile të denjë për një punë të shtetit, të denjë për një qytetar, të denjë për një koleg që mes nesh do kujtohet padyshim gjatë. Sot kjo ditë e veçantë bëhet për ne edhe shumë më dhimbshme nga fakti që jo vetëm mendojmë po ndahemi fizikisht nga jeta, por varrimi tim në Amerikë e shtën dhimbjen, sepse kryo një shkputje me vendin e vet, kryo një shkputje nga pamundësia për t'ia parë dhe varrin, ne që e kemi patur si vëlla, si shok, si dashamir të veçantë, por jeta këtu e ka. Noja deri në fund, diti të qëndroi i palodhur, madje deri në fund shkroi. Dhe një ndër librat e tij të fundit është edhe një libër kushtuar palësorëve që kanë dhënë vlera të Malësinë e Madhe. Ai ka qenë polemizues, Noja ka qenë shumë i hapur. Ka argumentu problemet që ka trajtuar. Nuk ka parë ndryshime, dalline partijake, fetare, por ka qenë një djalë i mrekullueshëm, i integruar në jetën shoqërore, pra në jetën civile, në jetën letrare, në jetën artistike, në jetën shkencore, dhe kështu ne Ndua Bacaj, qytetar deri i Bashkisë Malësie Madhe, i nderuar me mirënjohje në prefekturën e Malësisë së Madhe, do të kujtojmë gjatë. Librin e tij, punën e tij, kontributin e tij do ta vlerësojmë gjithnjë, sepse ai meriton të vlerësohet, të nderohet, dhe padyshim është pasuria e madhe që Noja na lënë
me largimin e tij nga jeta. Në këtë rast, duke shpreh edhe njerë mushtimin e respektin e veçantë për vizën bashkëshortën, me cilin shku në aq mirë, edhe e rritin 3 fëmijë të mrekullueshëm, 2 vajzave të tij, djalit të tij, Leos, dhe gjithë bashku bën maksimumin për ta shpëtuar Noin, duke ta jetuar në Greqi, në Itali, në fund në Amerikë, por vdekja ka ligjet e veta, natyra e tij është, jeta kështu kujtua. Dhe ne ndahemi në këtë ditë me Noin, duke kërkuar nesën se arritëm të jemi gjithnjë në nivelin e aty në kërkesave bashkëpunuese, atij respekti njerëzor, asaj sjellje civile që meritonte Noja, dhe urojmë shpirti i tij u pret në paqe. Familja e tij edhe një herë kanë pse të këndohen për prindin e tyre, kanë pse të këndohen për babën e tyre, kanë pse të këndohen për partnerin e tyre. Ai ishte një djalë, ishte një intelektual zotëni që e meriton dhe do të meritoj gjithnjë edhe në mujes fizike do të meritoj nderimin dhe vlerësimin për kontributin që la. Profesor, faleminderit, atëherë i bashkohemi për vdekjen e mikut tonë, intelektualit të shquar të Treves Malësisë, historianit dhe publicistit të shquar Ndo Bacaj. I shprehim ngushtimet familjes, miqve të afërm, gjithë kolegëve. Ndo Bacaj ku shoh në paqe, lam të mirë mik.